Pas vrasjes së 57 vjeçarit Pjetër Kaza mëngjesin e së dielës në Tale të Lezhës, policia ka shpallur në kërkim një person si autori dyshuar i vrasjes. Policia e Lezhës përmes një komunikate zyrtare bën me dije se rezultati i hetimeve intensive, provave të mbledhura në vendin e ngjarjes dhe bazuar në informacionet e siguruara, kanë arritur të identifikojnë autorin e dyshuar të vrasjes, identiteti i së cilit ende nuk është bërë publik për shkak të vijimit të hetimeve. 57 vjeçari Pjetër Kaza u ekzekutua me armëzjarre në oborrin e banesës së tij në orët e para të mëngjesit të së dielës. Viktima u gjet pa shenja jete rreth orës 5 të mëngjesit nga bashkëshortja, ndërsa dyshohet se është qelluar me armëzjarre me silenciator, pasi nuk është dëgjuar asnjë zhurmë. Pjetër Kaza punonte në minierën e Spaçit dhe sipas të dhënave ishte kthyer në banesë rreth orës 1 pas mesnate. Dyshohet se vrasja e tij lidhet me një zinxhir të gjatë hakmarrjesh që zanafillën e ka në vitin 1994 me vrasjen e vëllait të tij, Ndue Kazës, ish shefi krimeve në qytetin e Rrëshenit. Autorët e dyshuar të kësaj vrasjeje ishin vëllezërit Dod dhe Agustin Gjini, të cilët u arratisën pas krimit. 3 vite më pas, në vitin 1997, Martin Kaza, vëllai i viktimës, ekzekutoi për hakmarrje vëllezërit Gjini në qytetin e Laçit dhe u dënua me 22 vite burg. Konflikti nuk u mbyll me kaq. Më 28 prill 2024 në Belgjik u vra një tjetër antar i familjes Kaza, Agustin Kaza, vëllai i Pjetrit. Ai u qollua për vdekje në një lokal në Bruksel. Pjetër Kaza është viktima e tretë në familjen Kaza pas këtij konflikti, i cili vijon prej më shumë se 3 dekadash. Hetimet të prokurorisë janë përqendruar në pistën e gjakmarrjes